Shqipëria ka vijuar të mbetet e fundit në Europë sa i përket të ardhurave për frym të matura sipas fuqisë blerëse për mallra e shërbime edhe në vitin 2024. Pavarësisht se popullsia e vendit u reduktua me më shumë se 400.000 persona, duke zbritur në 2.4 milion banor, sipas censit të vitit 2023. Ndonse vendi ka patur një rritje të kënaqshme vitet e fundit dhe janë më pak persona tek të cilët shpërndahet vlera e mallrave e prodhuar për një vit, mirëqenia e individëve nuk rezulton të jetë rritur, e ndikuar edhe nga çmimet relativisht më të shtrenjta. Të dhënat e fundit e Eurostat bëjnë të ditur se konsumi individual për frym, një tregues alternativ që mat më mirë mirëqenien e familjeve, ishte sa 41% e mesatares së Bashkimit Evropian në vitin 2024, i pandryshuar në krahasim me vitin 2023. Në treguesin e të ardhurave për frym, Shqipëria renditet e parafundit në rajon me 35% të mesatares së Bashkimit Evropian, në përmirësim nga 37% në një vit më parë. Çmimet në Shqipëri, sipas Eurostat, janë sa 62.9% e mesatares së Bashkimit Evropian në vitin 2024, më të shtrenjtat në rajon, të ndjekura nga Serbia, Bosnjë-Hercegovina dhe Malizi. Të dhënat e tjera nga institutet statistikore të vendeve tregojnë se paga mesatare në Shqipëri në vitin 2024 ishte 770 euro, ndërsa në vendet e tjera të rajonit i ka kaluar 1.000 euro në muaj. Sipas shpjegimit të Eurostat, megjithse produkti brendshëm bruto për frym është një tregues i rëndësishëm dhe i përdorur gjerësisht i nivelit të mirëqenies ekonomike të vendeve, konsumi për frym mund të jetë më i dobishëm për krahasimin e mirëqenies relative të konsumatorëve në vende të ndryshme.